jashtë, e peshumisë ka qenë jashtë dhe thamë Blikina s'është viktimizu fare, se s'ka vdesh me dorë dhe ti kesh me u viktimizu, se ka mujtë me u vlerësoj atë pjesë. Jo, unë nuk kuptova vetëm këtë gjë që ta thash edhe atje se nuk dua të përsërit prapë një ta gjëra që folën, po nuk po flisim për një situatë që jam unë pjesë. E ke parasysh vetëm për këtë gjë po ta them. Dhe mua vetëm kjo më dhëmbi, sa unë jam njeri që ditë të tërhiqem, ditë të kërkoj të falem. Më kupton? Edhe unë kuptoj ku e kam gabimin tim. I dëgjova opinionet e atyre, heshta mbylla gojën, e kuptoj deri ku është limiti. Po thjesht për marrëdhënien që kishim dhe për aq sa mendoj unë se kemi një vipin në gëzimin marrëdhënien. Marrëdhënien që kishim kur ta bësha me sy shtot, duhet me kuptuar që në atë moment jam zor dhe duna me shku në banjë, si kesh në bikini, mu ish ka jo, kam pas nevojat e mia me hin banjë, edhe duhet ma kuptu momentin. Unë kuptoj që nuk e ke bë, bravo, këtë dua unë nga ana jote, po vetëm që po nuk e lejoj asnjë tjetër me ndërhyrje këtë gjë. Se nuk e tek në pranë. Se nuk e tek në pranë. Se nuk e tek në pranë në zbutje e gjithë situatën. Po ti nuk e bëre këtë gjë apo e pranë në zbutje e gjithë situatën. Po ti vazhdove dhe jepi argumente për ta mbajtur këtë gjë. Duhet ta kishe skalitur gjë, duhet ta kishe mbyllur. Jo ndoshta ajo se ta sqaruam atë. Ky është një fjalë ndoshta, që unë nuk e preskoj nga ti, por kjo është pjesë edukat minimale që ti nuk duhet ta bësh. Kjo është edukat minimale që ti nuk duhet ta bësh. Po ti po vjen po të flet, po të merr pjesën e marrëdhënies. Jam ndikesh në atë moment. Kjo është minimalja e edukatës. Kjo është kam dashur me kjo tregon shumë për ty se sa për mua. Ti je dërsove gjithë marrëdhënien, si me mua, si me këtë djalin.